Dëgjoj shumë shpesh të ri të cilët përdorin proteina. Proteina pa një konsult mjeku. Realizojnë dieta ushqimore pa një njerit i cili është i profesionalizuar dhe nuk madh sasin për kilogram peshë të individit, si mbi bazën e nevojat e tij, moshën, seksin, gjendjen ku ndodhet. Pra, nëse flasim po themi rastin konkret të proteinave. Proteinat janë të jashtëzakonisht rëndësishme për organizmin ton. Janë të nevojshme për kockat, për mirë funksionimin e muskujve, sistemit pa osteoartikular, po e them në gjuhë sa më të thjeshtë. Shumë e rëndësishme për energjinë e përditshme, por ama ato janë në sasi të caktuar. Për njerëzit të cilët nuk kanë aktivitet të shtuar, 0.8 deri në 1 gram për kilogram peshë është sasia ditore nevojshme që ato duhet marrin. Sasi optimale. Me rritjen e aktivitetit, patjetër mund të shtohet, por pa kaluar limitet dhe maksimumi i sasisë ditore të proteinës është 2 gram për kilogram peshë. 2 gram për kilogram peshë. Pra, që do të thotë një 70 person që peshon 70 kilogram, nuk duhet konsumojnë maksimumin e vetë me aktivitet të shtuar, nuk duhet konsumojnë më shumë se 140 gram protein në ditë. Në të kundërt, pastaj kemi efekte anësore